Shkolla Lev Sallata në Vlorë hap dyert pas rindërtimit. Kryeministri Rama thekson se janë kushte moderne për 650 nxënës dhe mësues. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar përmes një postimi në rrjetet sociale se shkolla Lev Sallata në Vlorë është tashmë rindërtuar dhe ofron kushte të reja për nxënësit dhe mësuesit. Pas muajsh punimesh, dyert e shkollës Lev Sallata në Vlorë janë hapur sërish, këtë herë me ambiente të reja, moderne dhe gati për 650 nxënës dhe mësues. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri Edi Rama përmes një postimi në rrjetet sociale. Sipas Ramës, projekti është realizuar nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me Bashkinë e Vlorës. Shkolla ofron kushte moderne mësimi me hapësira të bollshme dhe ambiente të konceptuara sipas standardeve të mësimdhënies në epokën digjitale. Në postimin e tij, kryeministri thekson se godina e re nuk shërben vetëm për procesin mësimor, por edhe për sporte, arte dhe veprimtari të ndryshme kreative, duke krijuar një mjedis më frymëzues për nxënësit dhe mësuesit. Postimi mbyllet me urimin që shkolla e re të shfrytëzohet sa më mirë dhe me sukses për gjithë ata që do ta përdorin, siç u premtua u bë, thekson Rama. Për 650 nxënësit dhe mësuesit e shkollës Lev Sallata në Vlorë, kjo javë nisi bukur me një shkollë krejt të re, të rilindur përmes projektit të Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë së Vlorës, duke siguruar kushte moderne me hapësira të bollshme të konceptuara dhe të mobiluara në përputhje me standardet e mësimdhënies në epokën digjitale, por edhe frymëzuese për sporte, arte, plot veprimtari kreative. Egzofshi shkollën e re dhe suksese, shkroi Rama në rrjetin social Facebook. Rindërtimi i shkollës Lev Sallata është pjesë e projekteve të investimeve në arsimin parauniversitar, të zhvilluara nga Ministria e Arsimit në bashkëpunim me pushtetin vendor.